Well, praise the Lord. Lavdi Zotit. I have to be honest this morning. Duhet jem I sinqert me ju këtë mëngjes. The devil has messed with my mind all morning about what to preach. Djalli ka qenë duke ngatruar me mendjen time gjatë gjithë mëngjesit se çfarë të predikoja. But I feel like what the Lord gave me this week is exactly what He wants me to preach. Por unë ndjej që ajo që Zoti më dha këtë javë është pikërisht ajo çfarë duhet të predikoj. And so if you have your Bibles this morning, Nëse keni Biblat tuaja këtë mëngjes, I want you to turn with me to the book of 2 Chronicles chapter 7. do të vuaj që të kalojmë te libri I Kronikave 2, te kapitulli I 2, second chapter. 7th chapter. Kapitulli I 7, më falni. And I know that I have all the verses on the screen up here, okay? Di që I kam të gjitha vargjet këtu në ekran. But I pray that you've been bringing your Bible with you to church. Lutem që ti keni sjell Biblat tuaja me vete në kish. And it's important that a Christian brings their Bible to church. Është e rëndësishme që një krishter ta marrë me vete Biblën e tij në kish. If you do not have a Bible at home, Nëse nuk keni një Bibël në shtëpi, please let me get you one. ju lutem në një njoftoni dhe unë do t'ju jap një. And we love the Word of God, Ne duam shumë fjalën e Zotit. and we want you to have a Bible. Ne duam që të keni një Bibël. So before we read today, Përpara se të lexojmë sot, I want to give you a little history of what is happening here. dua t'ju tregoj një histori se çfarë po ndodh këtu. Here we have Solomon, who is one of my favorite people in all of the Bible. Këtu kemi Solomonin, një nga njerëzit e mi të preferuar në gjithë Biblën. In chapter 1 and 2 of 2 Chronicles, Në kapitullit 1 dhe 2 të Kronikave 2, the Lord comes to Solomon in the night, Perëndia vjen te Solomoni natën and he tells him this: dhe I thot këtë: ask me what I will give you. Pyet më se çfarë do të jap. That is an amazing thing for God to ask. Kjo është një pyetje mahnitshme që na e bën Zoti. Many times it is us who approaches the Lord Shpesh herë jemi ne që shkojmë tek Zoti and we say, Lord, we need you to give us this. dhe I themi o Perëndi, kemi nevojë që të na japësh këtë. Or, Lord, we need you to do this. Ose Perëndi, kemi nevojë që të bësh këtë. But that is not what happened. Po kjo nuk është ajo çfarë ndodhi. God came to Solomon and said, ask me what I will give you. Perëndia shkoi tek Solomoni dhe I tha, pyet më se çfarë do të jap unë. And Solomon did something wonderful. Dhe Solomoni bëri diçka të mrekullueshme. The first thing he did was thank the Lord for his goodness Gjëja e parë që ai bëri ishte të falenderonte Perëndin për mirësinë e tij, to him and his family. për të dhe për familjen e tij. But then Solomon asked for something that not many people in the Bible ask for. Por më pas Solomoni kërkoi për diçka që jo shumë njerëz në Bibël e kërkojnë. For the first thing. Për gjën e parë, And that was, he said, please give me wisdom and knowledge. dhe gjëja e parë që Solomoni kërkoi te Perëndia, I tha, të lutem, më jep mençuri dhe njohuri. And it almost as if it shocked the Lord when he asked for those things. Dhe ishte pothuajse sikur Solomoni e tronditi Perëndin me këto gjëra që ai kërkoi. And the Lord said this: Dhe Zoti I tha këtë, because you did not ask for riches or honor, sepse ti nuk kërkove për pasuri apo nder, I will give you what you asked for. do të jap atë çfarë ti më kërkove, But I will also give you riches and honor. por do të jap edhe pasuri dhe gjëra të tjera. And so the Bible says that Solomon was the wisest man to ever walk the earth. Bibla thot që Solomoni ishte njeriu më I mençur që kishte ecur ndonjëherë mbi dhe. Then the Lord starts to talk about the temple and the construction of the temple. Pastaj Perëndia fillon dhe I tregon Solomonit për tempujt dhe për ndërtimin e tyre. Or you could say the house of God. Ose siç mund ta quajmë ne shtëpinë e Zotit. Solomon begins gathering the materials and the people that will build the house of God. Solomoni fillon dhe mbledh materialet dhe njerëzit të cilët do të përdoren për të ndërtuar shtëpinë e Zotit. And as they are completing the temple, Dhe ndërkohë që janë në drejt përfundimit të tempullit, they bring the ark of God into the temple, sjellin arkën e Zotit brenda në tempull, which, remember, represents the presence of God. që kujtoni që përfaqëson prezencën e Zotit. And earlier in chapter 7, which we'll read today, Me herët në kapitullin 7, që do të lexojmë sot, Solomon finished the house of God. Solomoni përfundon shtëpinë e Zotit. And that brings us to where we're going to start today in verse number Dhe 12. kjo na sjell aty ku ne do të fillojmë te vargu 12. All right, I'm just going to let you read this in Albanian. Unë do ta lexoj këtë në shqip.
Dhe Zoti ju shfaq Solomonit natën dhe i tha: "E dëgjova lutjen tënde dhe zgjodha këtë vend për vete për një shtëpi flijimesh. Nëse e mbyll qiellin që të mos ketë shi, a nëse urdhëroj karkalecin tuf që të glabëroj truallin, a nëse dërgoj murtaj mes popullit tim, në qoftë se populli im, ata që thirren me emrin tim, përulen, luten, kërkojnë fytyrën time dhe kthehen prej udhëve të tyre të liga, atëherë unë do të dëgjoj nga qielli, do ta fal mëkatin e tyre dhe do ta shëroj truallin e tyre. Tani sytë e mi do të jenë të hapur dhe veshët e mi të vëmendshëm ndaj lutjes që bëhet në këtë vend. Se tani kam zgjedhur ta shinjtëroj këtë shtëpi, që emri im të jetë atje për jetë. Dhe sytë e mi dhe zemra ime kanë për të qenë për herë atje. Dhe sa për ty, nëse ti do të ecësh përpara meje, siç eci aty David, dhe do të veprosh në përputhje me gjithçka që të kam urdhëruar dhe do të vëresh statutet dhe gjykimet e mia, atëherë do ta bëj të qëndruesh në thronin e mbretërisë sate. Sikurse beslidhja ime me atin tënd David duke i thënë: ty s'ka për të munguar kurrë një burrë që të jetë sundimtar në Izrael. Por nëse ktheheni së mëndjekurit dhe i braktisni statutet dhe urdhërimet e mia që i kam vënë përpara jush, dhe shkoni të shërbeni perëndive të tjera dhe t'i adhuroni, atëherë do t'i shkul nga rrënjët prej truallit tim, të cilin u adhash atyre, edhe këtë shtëpi, të cilën e kam shenjtëruar me emrin tim. Do ta hedh te i syve të mi dhe do ta bëj një proverb dhe një anekdot mes tërë popujve. Two more verses. That's okay. Dhe kjo shtëpi, që është e lartë, ka për ta shtangur çdo që kalon pranë saj, saqë ai të thotë: "Pse ka vepruar kështu Zoti me këtë truall a me këtë shtëpi?" Dhe kam për të përgjigjur: "Për shkak se ata e braktisën Zotin Perëndi të etërve të tyre, i cili i nxori jashtë truallit e Egjiptit, dhe rrokën perëndi të tjera, ja adhuruan dhe u shërbyen atyre. Prandaj ai solli mbi ta gjithë këtë të keqe." All right, I want to preach on this subject for a little while this morning. Do të predikoj mbi këtë temë këtë mëngjes. When this place becomes his place. Kur ky vend bëhet vendi i tij, I want everything that I have to be the Lord's. unë dua që gjithçka që unë kam dhe zotëroj të jetë e Perëndis. Everything I have, the Lord gave to me. Gjithçka që kam, Zoti ma ka dhënë. It came by his hands. Erdhi nga duart e tij. I would have nothing if it were not for the Lord. Nuk do të kisha asgjë po të mos ishte për Zotin. But as the pastor, Por si predikuesi, one of my greatest desires një nga dëshirat e mia më të mëdha is that this place is his place. është që ky vend të bëhet vendi i tij. We have seen the Lord do miracle after miracle here in this place. Kemi parë Zotin të bëjë mrekulli pas mrekullie në këtë vend. He has saved families. Ka shpëtuar familje, He has changed hearts. ka ndryshuar zemra, He has brought people close to him. ka sjell njerëz pranë tij, He has repaired lives. ka rregulluar jetë, He has given peace. ka dhënë paqe, He's given hope. shpresë And he has given comfort. dhe ka dhënë dhe rehatim. He has done it all from this place. I ka bërë të gjitha nga ky vend. But it's not just the pastor that should dedicate this place to the Lord. Por nuk është vetëm pastori që duhet t'ia dedikojë këtë vend Perëndis. It's all of the congregation that should make this place his place. Të gjitha kongregacionet duhet ta bëjnë këtë vend vendin e tij. This is a wonderful place, Ky është një vend i mrekullueshëm, but it's a holy place. por i shenjtë. This is a fun place, Ky është një vend argëtues, but it's also a sacred place. por gjithashtu një vend shumë i shenjtë. This is a family place, Ky është një vend familjar. but we should remember who is the head of the family. Por ne duhet të kujtojmë se kush është kreu i familjes. This place needs to be his place. Ky vend duhet të jetë vendi i tij. And I want him to have full control of this place. Dhe unë dua që ai të ketë kontroll të plot mbi këtë vend. He needs to have full control of this Ai place. duhet të ketë kontroll të plot mbi këtë vend. Or it is a useless thing for us to meet here. Ose është një gjë e padobishme që ne të takohemi këtu. I want to say something and I hope it's not misunderstood. Dua të them diçka dhe shpresoj të mos keq kuptohet. Not every place that people say is God's place. Jo çdo vend që njerëzit thonë që është i Perëndis, është vërtet i Perëndis. Not every place that people say is God's Jo çdo vend që njerëzit thonë se është i Perëndis, has the presence of God.
ka praninë e tij. This place has the presence of God. Ky vend ka praninë e tij. How do I know that? Nga e di këtë. One of the greatest evidences is that he saves people here. Një nga provat më të bukura dhe më të mëdha është që ai shpëton njerëz këtu. I cannot do that. Unë nuk mund ta bëj këtë. There's no one here that can do that. Askush këtu nuk mund ta bëj. I've seen God take away people's burdens and sin Kam parë që Perëndia ka marrë mëkatin dhe rëndesën e njerëzve, almost to physically watch it go away po thuajse dhe është dukur sikur fizikisht është larguar. and watch him save people from their sin. Dhe kam parë njerëz të shpëtohen prej tij nga mëkati i tyre. He did that just a couple of weeks ago Perëndia e bëri këtë para disa javësh. to someone who was taught a bunch of false doctrine. Ndaj dikujt që mësuan shumë doktrina të rreme. They were taught that they were okay if they went under the Baptist water. Ju mësuaj që ishte në rregull nëse ata e tejkalonin ujin e pagëzimit. But they learned very quickly Por mësuan shumë shpejt that it's not water that saves you. që nuk është uji që të shpëton, It's the blood of Christ. është gjaku i Krishtit. Only Christ can do those things. Vetëm Krishti mund t'i bëjë këto gjëra. The Bible says this in the book of John, Bibla thot këtë në librin e Gjonit. that no man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Asnjë njeri nuk mund të vijë tek unë, përveç se po ta tërheq ati që më ka dërguar, dhe unë do ta ringjall atë në ditën e fundit. The presence of God draws the sinner, Prania e Zotit tërheq mëkatarin, and they come. dhe ata vinë. You will not find this presence of God at the Catholic Church Nuk do ta gjeni këtë prani të Perëndisë në Kishën Katolike or the Orthodox Church. apo në Kishën Ortodokse. Do you know why? A e dini pse? Because they don't believe the Scriptures. Sepse nuk u besojnë shkrimeve. You will not find the presence of God at the mosque. Nuk do ta gjeni praninë e Zotit në xhami. Do you know why? A e dini pse? Because they don't believe the Scriptures. Sepse nuk I besojnë shkrimet. They say that they have dedicated their places to God, Ata thonë që ua kanë dedikuar vendin e tyre Zotit, but it's not the true God of the Bible. por nuk është Zoti I vërtet dhe I gjallë I Biblës. And some people may say, Dhe disa njerëz mund të thonë, Brother Ben, that is very arrogant for you to say, vllai Ben, kjo është një gjë shumë arrogante që ti ta thuash. but don't be mad at me. Por mos u zemëroni me mua. I believe the Scriptures this morning. Unë besoj shkrimet këtë mëngjes. And the very presence of God is not in every place that says it's a church. Dhe vetë prania e Zotit nuk është në çdo vend që thotë se është kish. But I thank God He is welcome here. Por falenderoj Zotin sepse ai është I mirëpritur këtu. God is welcome here. Zoti është I mirëpritur. The Lord is welcome here. Perëndia është I mirëpritur këtu. And I want Him to have this place Dhe dua që ai ta ketë këtë vend. and everything in this place. Dhe gjithçka në këtë vend It's all His. është e gjitha e tij. These are His things. Këto janë gjërat e tij. These are His lights Këto janë dritat e tij. and His chairs Karriget e tij. and His books Librat e tij. and His instruments Dhe instrumentat e tij. and His speaker Dhe boksi I tij. and His walls Dhe muret e tij. and His windows Dritaret e tij. and His people Dhe njerëzit e tij. and His kids downstairs. Dhe fëmijët e tij që janë poshtë. It's all His. Janë të gjitha të tija. And we have to make this place His place. Dhe ne duhet ta bëjmë këtë vend vendin e tij. He must feel welcome in this place. Duhet të ndihet I mirëpritur në këtë vend. He must feel welcome in His house. Duhet të ndihet I mirëpritur në shtëpinë e tij. And He can. Dhe mundet. If we make this place three things that I see in the text this morning. Nëse e bëjmë këtë vend tre gjërat që un kam parë në tekst këtë mëngjes. Number one, His house must be a place of sacrifice. E para, shtëpia e tij duhet të jetë një vend sakrifice. Let's read verse 12 again together. Le të lexojmë vargun 12 së bashku. It says, And the Lord appeared unto Solomon by night and said unto him, I have heard thy prayer and have chosen this place to myself for a house of sacrifice. Dhe Zoti u shfaq Solomonit natën dhe I tha: E dëgjova lutjen tënde dhe zgjodha këtë vend për vete për një shtëpi flijimesh. Do you see where the Bible says this place? A e shikoni kur Bibla thot këtë vend? It's very important.
Është shumë e rëndësishme. This place must be a place of Ky sacrifice. vend duhet jetë një vend sakrifice. Now, it may sound strange at first, Mund të duket e çuditshme në fillim, but we're not going to sacrifice animals here like they used to in the Old Testament. por nuk do të bëjmë kurban dhi ose dele siç bënin në Vjetën e Vjetër. We have a sacrifice that was given for us, Kemi një sakrificë që u bë për ne. and that was Jesus Christ. Dhe ky është Krishti Jezus. And He is the perfect Lamb of God. Dhe ai është qengji i përsosur i Zotit. And so, what do we sacrifice in the house of God to make it God's place? Sa çfarë sakrifikojmë në shtëpinë e Zotit që ta bëjmë vërtet shtëpinë e Tij? We sacrifice ourselves. Ne sakrifikojmë veten. The Bible says in the book of Romans, chapter 12, Bibla thot tek Romakëve kapitulli 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. prandaj ju përgjërohem vëllezër për mëshirat e Perëndis, që t'i paraqitni trupat tuaj flijim të gjallë, të shenjtë, të pranueshëm për Perëndin, çka është shërbimi juaj i arsyeshëm, dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni çfarë është vullneti i Perëndis, ai i miri, i pranueshmi dhe i përsosuri. I want this place to be a place of continual sacrifice. Dua që ky vend të jetë një vend i vazhdueshëm sakrifice. Lord, I want you to have me. Zot, dua që ti të më kesh mua, Have my life or whatever it is that you want. të kesh jetën time dhe çfarë do lloj gjëje tjetër që ti do. It's what I want. Keep my life. Është ajo që unë dua, mbaje jetën time. It's not hard to keep what is written. It's not hard to keep the things that are written in verse 2 here. Nuk është e vështirë të mbajnë gjërat që janë shkruar këtu në vargu numër 2, If we do what is in verse number 1, nëse bëjmë atë çfarë është shkruar në vargun 1, to sacrifice ourselves to Christ. të sakrifikojmë vetat tona te Krishti. Many times we are so worried about everyone else, Shpesh herë ne jemi të shqetësuar për të tjerë, worried about what he is saying të shqetësuar për çfarë ai tha or what he is doing. ose çfarë ai po bën. And we won't sacrifice ourselves to God and make our lives his. Dhe ne duhet të sakrifikojmë jetën tona dhe ta bëjmë jetën tonë të Perëndis. There should be more Christians serving God today. Duhet të ketë më shumë të krishterë që i shërbejnë Zotit sot. There are many people that say that they love the Lord, Ka shumë njerëz që thonë se e duan Perëndin, but they won't come to the house of God. por nuk vinë në shtëpinë e Zotit. There are many people that say that they love the Lord, but they won't serve him. Ka shumë njerëz që thonë që e duan Perëndin, por nuk i shërbejnë atij. There should be more missionaries in the world today. Duhet të ketë misionar më të shumë sot në botë. There should be more servants in the house of God. Duhet të ketë më shumë shërbëtorë në shtëpitë e Zotit. There should be more Christians who care about finding out what God wants for them. Duhet të ketë akoma të krishterë që përpiqen të zbulojnë se çfarë Perëndia do për ta. It doesn't mean you have to go across the world. Nuk do të thotë që të shkoni në anën tjetër të botës. Many people, when they hear things like this, Shumë njerëz kur dëgjojnë gjëra të tilla, what does God want you to do in your life? çfarë do Zoti që ju të bëni në jetën tuaj? Sometimes the go that God gives them Ndonjëherë sinjali që Zoti u jep atyre is right here in his house to be a servant here. është mu këtu në shtëpinë e tyre, në shtëpinë e Zotit, që ata të bëhen shërbëtorë të Tij. God needs people here. Zoti ka nevojë për njerëz këtu. I need you. Unë kam nevojë për ju. Don't you ever let the devil tell you Mos e lini kur djallin t'ju thotë that it's not important for you to be here every service. që nuk është e rëndësishme që ju të mos jeni këtu çdo shërbes. Some of you will never leave these chairs until the Lord comes back, Disa prej jush nuk largohen nga këto karrige derisa Zoti kthehet. because that's what God wants for you. Sepse kjo është ajo çfarë Zoti do për ne. God needs you here. Zoti ka nevojë për ju këtu. You have no idea what it does for my heart Ju nuk e keni iden se çfarë I bën zemrës time to see your smiling face come through those doors every service. të shoh buzëqeshjen tuaj që të kaloj përtej asaj dere çdo shërbes. And it's not just me, Dhe jo vetëm unë, but there are people here that have had hard weeks at work por ka njerëz këtu që kanë kaluar javë të vështira në punë, and hard weeks at home and hard weeks in life. dhe javë të vështira në shtëpi dhe në jetë. And they step through those doors and they see your smiling face.
Dhe kur kalojmë ato dyer dhe shikojmë fytyrat e njëri tjetrit që buzëqeshin and they see the joy of the Lord in your heart, dhe shohim gëzimin e Zotit në zemrat tona, and all of those things go away for them. të gjitha këto gjëra largohen. I was speaking to someone a couple of weeks ago, Po flisja me dikë para disa javësh and this was their testimony. dhe kjo ishte dëshmia e tyre. They said, for so much time I looked for a place with hope, Ai tha, për kaq shumë kohë kam kërkuar për një vend me shpresë and a place that felt like family. dhe një vend që ndihej si familje. And when we walked through those doors for the first time, Dhe kur kaluam përmes atyre dyerve për herë të parë, that's exactly what we found here. kjo është pikërisht ajo çfarë gjetëm këtu. Do you know why that is? A e dini pse? That's because I did everything. Because you did it. Because I did everything. Sepse unë bëra gjithçka. No, Jo. that's not it. It's because No, you that's were not. here, Sepse ju ishit këtu and you made them feel like family. dhe ju I bët ata të ndiheshin si familje. You sacrificed yourself to God to be here, Ju sakrifikuat Zotin që të ishit këtu. and you made this place His place. I'm sorry. You made this place His place. Ju e bët këtë vend vendin e Tij. The Bible says here to present your bodies a living sacrifice. Biblia thot që të prezantojmë trupat tanë si një sakrificë e gjallë. That is right now. Kjo është tani. Give it all to Jesus. Jep janë të gjithën Jezusit. Give your family to Christ. Jep janë familjen tuaj Krishtit. These altars should be full every service. Ky altar duhet të jetë plot çdo shërbes. We should all be crying out to God and giving Him everything. Të gjithë duhet t'i drejtojmë Zotit dhe t'i japim gjithçka që ne kemi. He gave all for us. Ai dha gjithçka për ne. We should give all to Him. Ne duhet t'i japim gjithçka atij. And in that second verse here, Dhe në vargun e dytë këtu it talks about the will of God. flet për vullnetin e Perëndis. I get so many questions all the time. Kam shumë pyetje gjatë gjithë kohës Everyone is always asking, dhe që të gjithë pyesin, what is the will of God for my life? cili është vullneti I Perëndis për jetën time? I have the answer for you. Unë e kam përgjigjen për ju. The answer is here this morning. Përgjigjja është këtu, këtë mëngjes. It is presenting your bodies a living sacrifice to God. Është t'i paraqisni trupat tuaj si një sakrificë e gjallë përpara Perëndis. And once you do that, Dhe sapo të bëni këtë, God will show you what's next. Perëndia do t'ju tregojë se çfarë ka në vijim. His house should be a place of sacrifice. Shtëpia e tij duhet të jetë një shtëpi sakrifice. There are too many things that we are holding on to that we won't give to God. Ka shumë gjëra pas të cilave ne mbahemi që nuk ja dorëzojmë Perëndis. Some people are too prideful to give God anything and everything. Disa njerëz janë shumë krenar që t'i japin Perëndis diçka ose gjithçka. And if you felt angry when I said that, Dhe nëse unë ndjetë të zemëruar kur unë thash then këtë, it's you I'm talking to. atëherë jeni ju ata për të cilët unë po flas. It's time to get rid of our pride Është koha që ta heqim qafe krenarin tonë and give God everything. dhe t'i japim Zotit gjithçka. God will make you humble. Perëndia do t'ju bëj të përulur. Although the Bible says to humble yourself before God. Megjithse Bibla thotë që ju duhet të përulni veten përpara Zotit. Let me be real with you this morning. Lijoni të jemi vërtet me ju këtë mëngjes. How bad do you want God? Sa shumë e dëshironi Perëndin? How much do you desire to have the presence of God in your life? Sa dëshironi ta keni praninë e Perëndis në jetën tuaj? It starts with a sacrifice of yourself to God. Fillon me një sakrificë të vetvetes ndaj Perëndis. Let me ask you this. Lijoni t'ju them këtë. What are you holding on to that you will not give God? Në çfarë po mbaheni që nuk do t'ja jepni Perëndis? It's time to give everything to Him. Është koha që t'japim gjithçka atij. Number 2 this morning. E dyta, këtë mëngjes. His house must be a place of supplication. Shtëpia e tij duhet të jetë një vend I lutjes së përulur. Let's read verses 14 and 15 together. Le të lexojmë së bashku vargjet 14 dhe 15. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and forgive their sin and will heal their land. Now mine eyes shall be open and mine ears attend unto their prayer that is made in this place. Në qoftë se populli im, ata që thirren me emrin tim, përulen, luten, kërkojnë fytyrën time dhe kthehen prej ujëve të tyre të liga, atëherë unë do të dëgjoj nga qielli, do ta fal mëkatin e tyre dhe do ta shëroj truallin e tyre. Tani sytë e mi do të jenë të hapur dhe veshët e mi të vëmendshëm ndaj lutjes që bëhet në këtë vend. Now you'll find that the Lord calls his house a house of prayer.
Tani ju zbuloni që Perëndia e quan shtëpinë e tij një shtëpi lutjesh. You'll find that in the book of Isaiah and all 4 of the Gospels. Do ta gjeni te libri i Isaias te të katërt Ungjillit. Now, I'm thankful today that if I'm at home, Tani un jam shumë falendërues që un ndodhem në shtëpi sot. I can kneel down on the couch in my office, Mund të gjynjëzohem te koltuku në zyrën time and I can call on the name of the Lord, and He hears me. dhe mund ta thras emrin e Perëndis teksa ai më dëgjon. I'm thankful that when I'm riding down the road in the van, Jam falendërues që kur un po eci në rrugë me furgon, I can call out to God in prayer. mund ta thras Perëndin në lutje. No, I do not bow my head and close my eyes when I do that. Jo, nuk ul kokën dhe të mbyll syt kur e bëj këtë. I don't want to see on the news Nuk do të shikoj një lajme where there's a building that is destroyed ku ndodhet një ndërtesë që është shkatërruar, because one of you said, sepse njëri prej jush tha, my pastor said we need to pray in our cars. pastori ju tha që duhet të lutemi në makinat tona. And so I just let Jesus have the wheel. Pra unë lash Jezusin që të merrte timonin. No, you can call out to God in your car, just don't close your eyes. all Mund ta right? thërrisni Zotin në makinat tuaja. Kjo është e vërtet. But there's something different about coming to the house of God and calling out to Him. Por ka diçka ndryshe në të ardhurit në shtëpinë e Zotit Because dhe thi- ta thërrisni atë, Because this is His house. sepse kjo është shtëpia e tij. Now, me and Londi here are neighbors. Unë dhe Landi këtu jemi komshinj. And I can stand out on my balcony Dhe unë mund të dal në balkon and I can yell to him, dhe ti thras atij. hey, can I have some flour? Yeah. A mund të më I know what's there. Yeah, okay. A mund të më japësh pak miell? I'm trying to make burek. Po përpiqem të bëj byrek. Or I can walk to their house and I can knock on the door and I can ask them. Ose mund të shkoj në shtëpinë e tyre dhe të trokas dhe të kërkoj, hey, a ke pak farkosi? Watch this closely. Shikoni me vëmendje. Do you know what the answer will be? A e dini se cila do të jetë përgjigjja? The same thing. E njëjta gjë, He'll let me borrow the flour. do të më jap borxh mielli. But it means so much more Do të thotë shumë më shumë that when I go to their house kur unë shkoj në shtëpinë e tyre, and meet with them and ask for that. kur unë shkoj në shtëpinë e tyre, takoj me ta dhe ua kërkoj. The Lord's house is a place of supplication. Shtëpia e Zotit është një vend I lutjes së përulur. But there should be tears on these altars for people that you're praying Por for. duhet të ketë lot në këtë altar për njerëzit për të cilët po luteni. Tears for your children. Lot për fëmijët tuaj. There should be stained wood up here from so many tears. Duhet të jetë druj njollosur nga kaq shumë lot këtu. We should bring everything to the Lord. Duhet t'i sjellim gjithçka Perëndis. And not just yourself, but you need to bring your desires and your needs to Him. Gjithçka duhet t'i sjellim Zotit, edhe dëshirat dhe nevojat tona duhet t'i dorëzojmë atij. Look at our verses up here again. Le të shikojmë në vargjet këtu. He says here that my people which are called by my name, Ai thotë që njerëzit e mi që thrasin emrin tim, and he says if you will humble yourself. dhe thotë nëse do të përulni veten tuaj. He did not, we just talked about that in the last point. Ne sapo folëm për këtë në fjalinë e fundit. Do you see how all this works together? A e shikoni si funksionon me njëra tjetrën? But then he says if they shall humble themselves and pray and seek my face, Pra ai thotë nëse ata do ta përulin veten, do të luten dhe do të kërkojnë fytyrën time. he says, I will hear. Ai thotë që unë do të dëgjoj. And he says in verse 15 Dhe thotë edhe në vargun 15 that his eyes will be open që sytë e tij do të jenë të hapur and his ears will be open to the prayer dhe veshët e tij do të jenë të vëmendshëm ndaj lutjes that is made in this place. që bëhet në këtë vend. Do you see that? A e shikoni këtë? Just like verse 12 said in this place. Njësoj siç thot vargu 12 në këtë vend. God has answered so many prayers in my life Perëndia u përgjigjet kaq shumë lutjeve në jetën time that I left on the altar in the house of God. sa I lëm këtu në altar në shtëpinë e Perëndisë. He fixed things that I needed fixed in my life. Ai rregullon gjëra që duhen rregulluar në jetën time. He called my life to ministry to serve Him. E thret jetën time për të shërbyer He në gave predikim. He gave me my wife on an altar. Ma dha gruan time në një altar. He gave us our 3 beautiful girls on an altar. Na I dha 3 fëmijë tanë të bukur në një altar. He's provided everything that we've needed on an altar. Ai ka siguruar gjithçka që na është dashur në një altar. I want to show you a verse that I love.
dhe t'ju tregoj një varg që dua. The Bible says in Psalms 56, Bibla thot te Psalmet, kapitulli 56, vargu 8. Thou tellest my wanderings, put thou my tears into thy bottle, are they not in thy book? Ti numëron endjet e mia, vëri lotët e mi në shishen tënde. A nuk janë ato në librin tënd? This is one of my favorite verses in all of the Bible. Ky është një nga vargjet e mi të preferuar në të gjithë Biblën, Because one day I believe sepse një ditë besoj that God will take a bottle of our tears që Zoti do të marrë një shishe nga lotët tanë that were poured out in prayer and given to Him. që derdhen në lutje dhe i jepen atij. And He will say this, Dhe ai do t'ju thotë këtë. do you remember when you didn't have any money to eat? A ju kujtohet kur nuk kishit para as për të ngrënë? Do you remember that tear that you gave for that? A ju kujtohet ai lot që e dhat për këtë gjë? Do you remember when Miss Chelsea was sick with her thyroid A ju kujtohet kur zonja Chelsea ishte smur nga tiroidet and you couldn't explain what was going on? dhe ju nuk kishit asnjë lloj shpjegimi se çfarë po ndodhte? But I took care of all of that. Por unë u kujdesa për këtë. And these were the tears for that. Këta ishin lotët për atë gjë. Do you remember when you prayed for me to save your children? A ju kujtohet kur u lutët tek unë që të shtoja fëmijët tuaj? And I woke each of them up in the middle of the night. Dhe unë e zgjova secilin prej tyre në mes të natës And I showed them that they were lost and I saved them. dhe u tregova që ishin të humbur dhe që duhet të shpëtoheshin. Do you remember these tears? A ju kujtohen këta lot? What about the time that you were struggling with that sin in your life? Po për kohën kur po mundoheshit në atë mëkat në jetën tuaj, That you apologized for 1,000 times. që kërkuat falje mbi 1000 herë, But when you gave that thing to me, I delivered you from it. por kur ma dha atë gjë, unë ju largova nga ajo gjë. These are the tears that you cried. Këta janë lotët që ju qatë. You remember when I told you to come to Albania A ju kujtohet kur ju thash që të vini në Shqipëri and you didn't know that you could live here dhe nuk e dini që mund të jetonit këtu, because you had never really gone so far from home? sepse nuk jeni larguar kur kaq larg nga shtëpia. These are the tears that you cried. Këta janë lotët që qatë. And look at all that I've done. Dhe shikoni gjithë shka që kam bërë. And every tear, I believe God will separate them all out. Dhe besoj se çdo lot Perëndia do ta ndaj And He'll show us each one and remind us of all the things He's done for us. dhe do të na tregoj se cilin dhe do të na kujtoj të gjitha gjërat të cilat ai ka bërë për ne. How do I know that? Si e di këtë gjë? Because the psalmist here says, you count my wanderings. Sepse psalmet këtu thonë që ti numëron lutjet e mia. And I believe He's going to pour them out one by one day. Dhe unë besoj se ai do t'i derdh pik pas pike një ditë. Let me ask you this. Me lejoni t'ju them këtë. Do you have tears on these altars that are still here? A keni lot në këta altar që janë ende këtu? If we are to make this place His place, Nëse do ta bëjmë këtë vend vendin e tij, it needs to be a place of supplication. duhet të jetë një vend i lutjes së përulur. Lastly, this morning, Së fundmi këtë mëngjes, His house must be a place of sanctity. shtëpia e tij duhet të jetë një vend shenjtërie. Let's read verse 16. Me lejoni të lexoj vargun 16. For now have I chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and mine eyes and mine heart shall be there perpetually. Se tani kam zgjedhur ta shenjtëroj këtë shtëpi, që emri im të jetë atje për jetë. Dhe sytë e mi dhe zemra ime e kanë për të qenë për herë atje. You can continue through the rest of this chapter as we read this morning, Mund të vazhdoni në vijim të këtij kapitulli teksa lexuam këtë mëngjes, and it all fits this point perfectly. dhe gjitha i përshtatet kësaj fjalie më së miri. Do you see what the Lord said here again? A e shikoni se çfarë tha Perëndia sërish këtu? This house, Kjo shtëpi, just like all the other points, si në të gjitha pikat e tjera, we should live a sanctified life for the Lord here. duhet të jetojmë një jetë shenjtërie për Perëndin. Do you remember what our verses said in the book of Romans earlier? A ju kujtohet se çfarë thoshin vargjet tek Romakëve më herët? In verse number 2, Në vargu numër 2, it says, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj. We need to stay away from this world Duhet të qëndrojmë larg kësaj bote. and everything that looks to be a part of it. Gjithçka që duket se është pjesë e saj. Social media can be a blessing, Media sociale mund të jetë një bekim, but it's also a terrible thing most of the time.
por gjithashtu një gjë të mëshme shumicën e kohës. You know what I heard a preacher say one time? A e dini se çfarë dëgjova që tha një predikues një herë? I thought it was funny when he said it. Unë mendova se ishte për të qeshur kur ai e tha. He said, I believe that one day Ai tha, unë besoj se një ditë God is going to use social media as a record book Perëndia do ta përdor median sociale si një libër të dhënash to show all the Christians për t'u treguar gjithë të krishterëve all the stupid things they put on there all the time. gjithë gjërat pa kuptim që ata vendosin atje gjatë gjithë kohës. I thought it was funny. All right. Mendova se ishte për të qeshur. But I watched Christians get on there in the middle of their sin, Por unë kam parë atje të krishterë që në mes të mëkatit të tyre and they just post it for the world to see. e postojnë që bota ta shikojë. I see young people post pictures Shoh të rinj të postojnë fotografi sitting in front of beer and alcohol and acting like it's cool. që ulen përpara birrës, alkoolit, të sillen sikur është një gjë për të qenë. I see people showing their bodies off for the world to see. Shikoj njerëz që ekspozojnë trupin e tyre që bota ta shoh. And when people hear me say these things, Dhe kur njerëzit më dëgjojnë që unë i them këto gjëra, sometimes they say, well, Brother Ben, you're just being judgmental. ata thonë, e po vllai Ben tani thjesht po tregosh gjykues, You are judging these people. po i gjykon këta njerëz. I'm not. I don't have to. Unë nuk po e bëj këtë, nuk kam pse ta bëj, Because the Bible has done that already. sepse Bibla e ka bërë këtë gjë tashmë. I'm just preaching the Bible. Unë thjesht po predikoj Biblën. Let me ask you a question. Lejoni t'ju bëj një pyetje. And I know we got kids in here, so I'm going to be careful with what I say. Dhe e di që kemi fëmijë këtu dhe do të jemi i kujdesshëm me çfarë do të them, But I want you to hear what I say this morning. por dua që ta dëgjoni çfarë kam për të thënë këtë mëngjes. What if you got on social media and you see me Po në qoftë se hyni në mediat sociale dhe më shikoni mua, and I'm always sitting on the beach dhe unë jam gjithmonë duke ndenjur në plazh, and I've got beer and alcohol all around me dhe unë kam alkool rreth vetes, and the music in the background is always some real bad music saying really bad words, dhe muzika në sfond është vërtet e zhurmshme dhe jo e përshtatshme gjatë gjithë kohës, be real with yourself this morning. jeni të vërtet me veten tuaj këtë mëngjes. Would you ever feel the need to come hear anything I had to say? A e ndjet nevojën për të dëgjuar këto fjalë që unë sapo thash? Would you ever feel the need to come hear what I had to say about God? A do ta ndjenit nevojën për të ardhur dhe për të dëgjuar se çfarë unë do të thosha për Zotin? The answer is no for everybody. Përgjigjja është jo për të gjithë. Then why are people who do those things Atëherë pse njerëzit që i bëjnë këto gjëra surprised when they live that way habiten kur jetojnë kështu that God doesn't want to hear anything they have to say either? dhe Perëndia nuk do që të dëgjoj asgjë nga të cilat ata kanë për të thënë. God says to be separate from the world. Perëndia thotë që të jeni të ndarë nga bota. And if a lost person follows someone's social media Dhe nëse një person i humbur nga bota ndjek median sociale and sees them making pictures always sitting with alcohol, dhe bën foto gjithmonë të vetes por pa alkool, do you know what they see? a dini se çfarë shohin? They see the world. Shikojnë botën, They don't see Christ. nuk shikojnë Krishtin. It doesn't even have to be social media. Nuk ka pse të jetë edhe media sociale. It can be people seeing you when they walk down the street having alcohol with a friend at a cafe. Mund të jenë njerëz që janë rrugës ose ulur në një kafe duke konsumuar kafe ose alkool me miqtë e tyre. They don't see Christ. Ata nuk shikojnë Krishtin. Now, don't be mad at me because I'm talking about alcohol. Mos u inatosni me mua sepse po flas për alkoolin. If the only thing you're hearing is the alcohol, then you've missed the point this morning. Nëse gjithçka që po dëgjoni është alkooli, atëherë nuk po e kuptoni thelbin këtë mëngjes. I'm not judging anybody. Nuk po gjykoj askënd. The Bible calls it sin. Bibla e thret mëkat. We can name 100 different things. Dhe ne mund ta quajmë 100 gjëra të tjera. If the only thing that people are hearing come out of your radio, What was the the only thing that people are hearing coming out of your radio Nëse vetëm gjë që njerëzit dëgjojnë duke dalë nga radio is gangster music. është muzikë ripash, I don't know what else to call that. All right? nuk e di si ndryshe ta quaj. They use bad words every other word. Përdorin fjalor të papërshtatshëm gjatë gjithë kohës. They don't see Christ. Nuk shikojnë Krishtin, They see sin. shikojnë mëkatin. I know it's uncomfortable, E di që është e parehatshme and that's okay. It's in the text. dhe nuk ka problem sepse është në Bibël. It's what God said. Është çfarë Perëndia Let thotë. me show you something very disturbing Leoni t'ju tregoj diçka shumë shqetësuese in some of the last verses that we have this morning. në vargjet e fundit që kemi këtë mëngjes. The Bible says, in this house, which is high,
shall be an astonishment to everyone that passed by it, so that he shall say, Why hath the Lord done this unto the land and to this house? And it shall be answered, because they forsook the Lord God of their fathers, which brought them forth out of the land of Egypt, and laid hold on their gods, and worshipped them, and served them. Therefore hath he brought all this evil upon them. Dhe kjo shtëpi që është e lartë ka për ta shtangur çdo që kalon pranë saj, sa që ai të thotë, përse ka vepruar kështu Zoti me këtë truall dhe me këtë shtëpi, dhe kanë për të përgjigjur, për shkak se ata e braktisën Zotin Perëndi të etërve të tyre, i cili i nxori jashtë truallit e Egjiptit, dhe rrokën perëndi të tjera, i adhuruan dhe u shërbyen atyre. Prandaj ai solli mbi ta gjithë këtë të keqe. Do you know what this means? A dini se çfarë do të thotë kjo? When people don't separate from the world, Kur njerëzit nuk ndahen nga bota and they live how they want to live, dhe jetojnë siç duan të jetojnë, and they come in here every week, dhe vinë këtu çdo javë, and maybe in their own hearts they make fun of the things of God. edhe në zemrat e tyre mund të tallen me gjërat e Perëndisë. This house, Kjo shtëpi you see that in verse 21. e shikojmë në vargun 21. And it says, This house will be an astonishment to everyone that goes by. Kjo shtëpi ka për të qenë një mrekulli për çdo që e shikon dhe kalon pranë saj. It says it there in the verse. Thuhet aty në varg, And that's not in a good way. dhe jo në një mënyrë fort të mirë. They will say, What happened to that place? Ata do të thonë, çfarë ka ndodhur me këtë vend? What happened to that church that used to stand on the Word of God? Çfarë ka ndodhur me atë kish që qëndronte në fjalën e Zotit? What happened to those people inside that used to be such good people? Çfarë ka ndodhur me ata njerëz që qëndronin brenda që ishin njerëz aq të mirë? And verse 22 says that they will get their answer. Dhe vargu 22 tregon që ata do ta marrin përgjigjen e tyre. I don't know how, but they will get it. Nuk e di se si, por do ta marrin. It says, And they forsook God. Për shkak se ata e braktisën Zotin, They forgot Him and they left Him. e harruan dhe e braktisën. Now, what does this verse say? Tani çfarë thot ky varg? They forsook God, the one that brought them out of Egypt. Që ata harruan dhe braktisën Perëndin, atë që ai nxori nga Egjipti. I want to teach you something about your Bible. Do t'ju mësoj diçka për Bibla tuaj. Egypt is a picture of the world in your Bible. Egjipti është një pamje e botës në Bibla tuaj. Just like the verses that we read earlier in Romans chapter 12. Njësoj si vargjet që lexuam te Romakëve në kapitullin 12. It says they forsook the God that took them out of the world. I'm sorry. They left the God that took them out of the world. Ata e braktisën Zotin që i largoi nga bota And they held on to their little gods. dhe u përmbajtën pas zotërve të tyre të vegjël, The things that they made little gods in their lives. pas gjërave që ishin bërë zotër të vegjël në jetët e tyre. The things that God told them to let go of, but they would not. Gjëra të cilat Zoti u tha që t'i lëshonin, por ata nuk bën kështu. And they worshiped those things and they served those things. Dhe i adhuruan këto gjëra dhe u shërbyen këtyre gjërave. The sin that someone will not get rid of, Mëkat nga I cili dikush nuk do t'i gjetë qafe, even though they know it's wrong, edhe pse e din që është gabim, is a God in their life. është krenario ose Zoti në jetën e tyre. The Bible says that they worship it and they serve it. Bibla thot që ata adhurojnë dhe I shërbejnë krenarisë së tyre. We are to be separate from the world. Duhet të ndahemi nga bota. I do not want one day Unë nuk dua që një ditë for people to drive by an empty building here njerëzit të kalojnë në një ndërtesë bosh këtu and say, Hey, what happened to that church? dhe të thonë, hey, çfarë ndodhi me atë kish? I want people to drive by here and say this. Dua që njerëzit të kalojnë afër dhe të thonë këtë. Hey, do you feel something different when we drive past that place? A ndjen diçka ndryshe kur ne kalojmë pranë atij vendi? We need to go see what that is. Duhet të shkojmë dhe të shikojmë se çfarë është kjo gjë. That's called the presence of God. Kjo quhet prania e Zotit. Do you know what happens 2 chapters later? A e dini se çfarë ndodh 2 kapituj më vonë? I'm done preaching, I promise. Mbarova së predikuari. The Queen of Sheba, who is a picture of the world also, Mbretëresha e Shebës, që është gjithashtu një pamje e botës, she came to see Solomon in the temple that he built. erdhi të kërkonte Solomonin në tempullin që ai ndërtoi. She had heard how wonderful the house of God was. Ajo kishte dëgjuar se sa I mrekullueshëm tempulli I Perëndisë ishte. And the Bible says that when her eyes touched that place,
Në Bibël thuhet që kur syt e saj pan atë vend, she did this. ajo bëri këtë. Her breath was taken away. Ju mor fryma. That's called the presence of God. Kjo quhet prania e Perëndis. And if we're going to make this place His place, Nëse do ta bëjmë këtë vend vendin e Tij, we need to be separate from the world. duhet jemi të ndarë nga bota. Let me ask you a question before we pray. Lijoni t'ju bëj një pyetje ndërkohë që lutemi. Have you separated from the things of the world? A jeni ndarë nga gjërat e botës? Have you, are there things that you're holding on to A ka gjëra pas të cilave po mbaheni, that you will not separate from? nga të cilat nuk do të ndaheni? It's time to let those things go and give them to God Është koha që t'i lini këto gjëra dhe t'ja lini Zotit, and never go back to them. dhe të mos ktheheni më kurrë tek ato.